Qoftë levduar Jezu Krishti. Shkodran dhe shkodrane të dashura, besimtar të dashur, vëllezër dhe motra, sot jemi gjithë mysafirët e kësaj sofre hyjnore të cilën e shtron shëlbuesi ynë Jezu Krishti. Sot jemi të mbledhur këtu për të nderuar dhe falendëruar nanën e Krishtit dhe nanën tonë, Zojën e Këshillit Mirë. Sot jemi këtu për t'i thënë vetvetes e për t'i thënë të tjerëve botës mbar, ne jemi shqiptar dhe ne jemi katolik, bijtë dhe bijat e Zojës së Këshillit Mirë. Komunizmi dhe ateizmi i egër 40 vjeçar është munduar prej mendjes dhe prej zemrës ta shlyjnë Krishtin dhe krishtenizmin. Por si pa të thënë Papa i Madh, miku i popullit ton, tashmë Shën Gjon Pali i dytë, deshtën me e vra Zotin, e vran vetveten. Kështu ka ndodhur me ata të cilët janë munduar ta shërënjosin prej mendjes dhe prej zemrës tonë fjalën dhe porosinë e të Madhit Zot. Në leximin e parë të veprave të apostujve dëgjuam se si populli i Zotit mlidhej rreth apostujve, përmes tyre mlidhej rreth Krishtit, fjalës dhe porosisë së tij. Koncili i dytë i Vatikanit bëri mirë, i cili e theksoi se i kemi dy sofra. Sofra e parë është fjala e Zotit, që tash e përfunduam apo e lexuam apo e dëgjuam. Sikur të ne shqiptarët, mas pari vjen përshëndetja, buk, kryp dhe zemër. Shtëpia është e Zotit dhe mësafirit, dhe mirë se t'ka pru Zoti. Ashtu edhe Zoti ban me ne, na i drejton fjalën e vetë. E çka na thot fjala e tij? Fjala e tij na thot, mos u trem grigje vogël, sepse unë jam me ju deri në të sosurit e botës. Në leximin e parë dëgjuam se si djalli dilte prej zemrave të njerëzve që ishin të pushtuar prej fuqisë së qoftlargut, dhe se si ata banin dëshmi për Krishtin dhe për ngjalljen e tij. Sot, o vëllezër dhe motrat e mia, nxirrni prej mendjes së zemrës së juaj të keqen. Falni dhe kërkoni falje, nëse dëshironi të jeni bijt e bijat e Zotit, bijt e bijat e Zojës së Këshillit Mirë. Kjo nan e cila kur ne për rrethana tashmë të njohura historike ja kthym shpinën, e mohum, nana priti, nana shpresoj, nana na përcolli dhe na deshti atëherë kur s'kemi dash ne askënd, e mas pakti kemi treguar dashuri ndaj Zotit dhe kishës së tij. Me kujtohet si sot, viti i larg, si thash në fillim, 1992, kur ishte një shkëmb dikun në këtë pjesën ku jeni tash ju, dhe njerëzit vinin dhe e përgdhelnin, e përqafonin, e puthnin, qanin, dhe ishte i vetmi gur që ka mbetur mes minimit që ja kanë bë kishës katolike Zojës së Këshillit Mirë këtu. Dhe populli i Zotit, ju keni qenë dëshmitar dhe sot me praninë e juaj dëshmoni dhe tregoni se Zoja e Këshillit Mirë
është në mendjen dhe zemrën tuaj. Dhe askush s'ka fuqi as qiellore, as nëntoksore, as djallëzore që mund të largojnë nanën prej mendjes dhe zemrës suaj. Sot unë, si biri dhe bia e këtij populli dhe kësaj kishe, si thot Koncili i dytë i Vatikanit, mësuese dhe nanë, ju thëm vetëm një gjë, t'jeni vetvetja. Mos harroni se kush jemi, mos harroni se çka duam dhe mos harroni se si duam të arrijmë te. Jemi pasardhësit e ilirëve të famshëm, jemi pasardhësit e arbërve të famshëm, krye me Gjergjin ton, krenarien dhe krye komandantin, i cili për 24 vite e përballoi pushtuesin më të madh të Mesdheut dhe të botës, perandorin turko-otomane, dhe nuk lejoj që i këmba e huaj ta shkelin tokën tonë. Jemi sot shqiptar prej kuvendit të Arbërit të vitit 1703, kur në selien e papëve ishte edhe papa me prejardhje shqiptare Klementi XI. Prandaj, popull, mos harro kush je, se nëse harron identitetin dhe personalitetin tënë, e merr në qafë vetën dhe njerë që janë rreth vetës. Shtëpiaket e mira, e besoj se në mesin tonë ka shumë shtëpiake të tilla, në zelin e madh për punë, shpesh herë dalin prej dhomës në dhomë, edhe nalën e lypin diçka. E i thojnë vetës, kom harru pse erdha. Edhe ju, edhe ne sot, para zojës Këshillit Mirë, do t'i thojmë vetës, kemi harru o zoj, kush jemi? Na mësoj nanë, se jemi bit e ilirëve, se jemi bit e arbërve, se jemi bit shqiptar, se jemi bit e tu, se jemi bit dhe bijat e Zotit. E ne përmes nanës do të zbulojmë se kemi një atë të mirë në qiell. Për ju të regoj një ngjarje që e kam përjetuar në Prishtinë para disa viteve, një plak me shkop në dorë, pas meje vërtet dhe më thot nalu. Nuk ma përmen emrin, mendoja mos e ka me mua, por masi nuk me thirrte në emën, dikur unala e po i thëm Mirgjë, a e ke fjallën me mua? Tha po. E po më thot, tha unë ty të njoh moti. Po i thëm Mirgjë, edhe unë ty të njoh. Tha si me nje? Tha Mirgjë, a je vllau im? E plaku me përshafoj i përlotur dhe tha, më ke ndërrua sa askush tjetër. Por e kam një pyetje, tha, të përcjell 20-30 vite e kur flet ti në radio apo në televizion, unë ju tham edhe fëmijëve edhe ndjep, mos qaj, se tash po flet Don Lush Gjergji në emën të Zotit. Tha, një pyetje e kam, thash fol Mirgjë, a jeti kështu i kënaqur e i lumtur si po të shohim në përmes mjetëve pamëro dëgjimore, apo nuk dinte me përdor fjallën na paraqitësh, tregohësh para nesh kështu. Unala e këshyra në sy pak këtë plak me shkop në dorë, i cili dridhej prej emocioneve se fundi me kishte takuar edhe fizikisht. Dhe i thash, o Mirgjë, ndërgjë çka po të thot Don Lushi. Pse mos të jemi të lumtur nëse kemi në qiell një babë të mirë dhe ne në tokë jemi të rrethuar me vëllezër dhe me motra?
O njerëz të vullnetit dhe të zemrës e mirë, këtë porosi po ju sjell unë sot prej zojës së Letnicës, ku Gonxhe Bojaxhiu 6 vite me përkushtim, me dashuri, 1 muaj deri në 3 muaj veror i kalonte aty në kërkim të dritës së Zotit, dhe i thoshte Zotit dhe zojës së bekuar, ma dhurove jetën, çka të bëj unë me këtë jetë? Dhe së fundi, me 14 gusht të vitit 1928, si vajzë 18 vjeçare, Gonxhe Bojaxhiu ishte në frymëzimin e shpirtit shajt. Ajo e solli këtë vendim: dua të bëhem motër misionare për të ndihmuar të varfërit e botës. A ka mujt një shkupjane, një prizrenjane, një vajzë e rëndomt shqiptare katolike me pru këtë vendim pa ndikimin e shpirtit shajt? Jo. Aty ajo e foli një fjalë të madhe, e dha një premtim të madh, dhe me krejt jetën e saj e vulosi saqi u ba jo vetëm nobelistja e paqës, jo vetëm e lumja Nanën Tereze, por shen Nana Tereze jona. Përmes saj populli ynë është lumturuar, e ka marrë shpërblimin Nobel për paqë, e është shejtruar. Prandaj sot edhe ne ti thojmë të madhet Zot, me ndërmjetësien e zojës së Këshillit Mirë, ma dhurove jetën, çka të bëj? E çka thot zoja? Zoja ka vetëm një porosi. Me pëlqeu shumë stema të cilin e keni në dyert e hyrjes së kësaj bazilike të vogël, e vogël për ka vëllimi, por e madhe për ka kuptimi dhe domethënia, zoja e Këshillit Mirë të Shkodrës. E aty çka shkruan? Shkruan pikërisht atë çka Jezusi i tha shërbëtorëve në Kanën e Galilesë. E çka i tha? Bëni gjithçka t'ju thojnë. E kush? Të bëjmë çka na thot Krishti. O vëllezërit dhe motrat e mia, të bëjmë çka na thot ndërgjegja shpirti ynë, ndjenja jon. Mos këshyrni me sy, për këshyrni me fe dhe me dashuri njëri tjetrin. E atëherë nuk do të mirremi me thashethane. E atëherë nuk do të këshyrim e nuk do të gjejmë vetëm tmetat, vetëm lëshimet e gabimet, por do të shohim e do të njohim Krishtin në çdo shenje njerëzore. Çka ka bërë Nana Tereze? Shen Terezja jon. Ajo sa herë më ka thonë, e kom përcjell mase 30 vite sa ishte në këtë botë, dhe e përcjell aq sa di e mundem edhe në amshimin e lumtur. E ajo më thoshte, do mblush, jam më e lumtur në botë. E pse ishte e lumtur? Sepse në çdo shenje njerëzore 24 orë në ditë unë jetoj me Jezusin dhe për Jezusin. Unë kam ardhë bashkë me vllaun meshtar Don Shtjefnin, i cili është drejtori i Radio Marisë së Kosovës, dhe me artën zërin e bukur të cilin e keni dëgjuar dhe do ta dëgjoni, që është nere lavd Zotit. Unë kam ardhë se më ka thirrë vllau meshtar Don Arturi, por nuk kam ardhë se më ka thirrë Zoti, se jeni në pritje ju për fjalën e Zotit. Prandaj, bëni gjithçka t'ju thojnë, dhe ne duhet të bëjmë pikërisht atë çka na thot Zoti nëpërmes kishës, nëpërmes ndërgjegjes, nëpërmes bindjes dhe përcaktimit tonë. E Ungjilli i sotshëm është i mrekullueshëm si gjithmonë Krishti, fjala e tij, i cili na thot, nëse më doni, do t'i mbani fjalët dhe porositë e mia. Secili prej jush ka ardhur
me jetë të ndryshme, me kërkesa, me nevoja, me dëshirat e lloj-llojshme që i keni. Por mos harroni, një gjë na lidh dhe na bashkon në këtë kremtim rreth kësaj sofre që është sofra e pranies dhe dashurisë së Zotit. Dhe kjo është Krishti shëlbues. Krishti nuk thot mani urdhrimet, por nëse me doni, vetëm nëse kemi dashuri, atëhere jemi besimtar. Feja është nisja, dashuria është zbatimi i fesë. Dhe këto dy elemente mos i ndanin njëna prej tjetrës, se feja pa dashuri, apo dashuria pa fe, janë të pamundshme. E Nana Tereze pikrisht e ka bën këtë gjë. Nuk e ka da kur Zotin dashuri prej vllaut apo motrës njeri. Për Nanën Tereze, hinduisti, budisti, muslimani, ateisti, i krishtari, gjithë kanë qenë bijt dhe bijat e Zotit. Dhe në secilin prej tyre e ka pa, e ka njoht, e ka shërbyer Krishtin shëlbues. Ju sonte një pjesë e juja e keni marrë sakramentin e rrëfimit e do t'i afroheni sofrës, do të kungoheni. Por a dini çka t'ju them? Mos e qil vetëm dorën apo gojën me marr kungimin shejt, qile zemrën, qile jetën dhe thuj Krishtit me ndërmjetësinë se zojës së këshillit mirë. Eja, rri, bano dhe jeto me mua. Sikur ka thonë Shempali, nuk jetoj më unë, por jeton Krishti dhe vepron në mua. Kur të bahemi ne me Krishtin dhe Krishti me ne, atëherë çdo gjë që do të bëjmë prej më të voglës, siç ka thonë Nana Tereze, veprat e vogla me dashuri të madhe. Prandaj, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj, ju përgëzoj për besnikërinë tuaj. Shkodra jon është fytyra jon, është kështjella e krishterimit ton, është bastioni i Zotit. Edhe turqit e dogjën kishën këtu, edhe ateistet e shkatruan dhe rënuan që mos të mbes gur mbi gur, por ajo ishte në mendjen e zemrën e juaj. E sot, me kënaqësi, i përkujtoj njerëzit Monsignor Dukën, i cili është ndërfinancuesit kryesor të ndërtimit, të rindërtimit të kësaj kishe, e gëzoft amshimin e i Zot Lucian Augustinin, i peshkvin e Sapos, cilin Zoti e thirri në rinien dhe në moshën e pjekurisë së tij, pas të dritë dhe amshim. I kujtojmë gjithata që kanë qenë para jush këtu. I kujtojmë sidomos ata të cilët kanë vdek pa sakramente, pa rrëfim, pa kungim, pa krezmim, pa selakim apo varrim të krishter, por Krishtin e kanë pas në shpirt e në zemër. E sot ne, indiferentizmi, konsumizmi, ateizmi praktik, lakmia na shkatroj o vëllezër dhe motra, dhe për na i merr edhe shpirtin. Mos të mashtrohemi se lakuriç kemi ardhur në këtë botë dhe lakuriç një ditë do të kthehemi prej kësaj bote. Do ta përfundoj se kam shumë ndjenja dhe emocione, dridhem e rqethem para pranies së juaj këtu, para kësaj nane e cila ishte besnike atëherë në kur ne zdinim apo zdonim apo smunim ta nderojmë. Kardinali Komastri është ende i gjallë, është një ndër biografët e Nanës Tereze. Me një rast, Nana Tereze e vizitoi dhe i tha: Eminencë, a i ke bën gati valigjet?
E kardinali Kamastri mendoj Nana Tereza ko ka plak, ko ka lafit, s'po din çka flet. Edhe i tha, Nana Tereze, unë nuk udhtoj kërkun. E Nana Tereze me seriozitetin më të madhen i tha, Eminencë, nuk po të pyes për valigjen materiale, për valigjen shpirtnore. Një ditë kemi pas vetëm një valigje. Dhe ajo kanë me qenë jeta dhe veprat e tua. A e ke ban gati? Kardinali Kamastri u ndal u shtang dhe i tha nanës Tereze, të premtoj se çdo ditë në këtë valigje do të mundohem ta shti ndonjë vepër të mirë, kështu që një ditë kur dal para Zotit, mos dal me zemër të zbrast e me jetë të zbrast. Besimtarë të dashur, miq dhe dashamirë, njerëz të vullnetit dhe të zemrës së mirë, vëllezër dhe motra, bijtë e shëndanës Tereze, bijtë e kësaj shejtërorje, zojës së këshillit mirë. Po i tham vetvetes, po i tham vëllezërve meshtar që bashkëmeshojnë me mua, po i tham motrave tona, juve, a i kemi bënga gati valigjen për amshim. Dhe kjo valigj merr vetëm jetën tonë dhe veprat e mira tona. Dhe përputhet plotësisht me ungjillin e sotshëm, nëse me doni, atëherë veprat e këshillet e udhëzimet e mia do t'i mbani. Besojmë në Zotin, jetojmë me Zotin, si që thot Koncili i dytë i Vatikanit, prej Zotit e rrjedhim e kaluara, me Zotin jetojmë e tashmja, te Zoti kthehem ardhmëria jon që është amshimi dhe jeta e pasosur, të cilin na i siguron Krishti, ku jam unë, aty dëshiroj që të jeni edhe ju. Amen. Qoftë levduar Jezu Krishti. Të dashtën vllazën e motra, më lejoni që edhe herë në përfundim të këtij kremtimi eukaristik ta falenderoj për praninë, për fjalën e bollshme që Domlushi na e dha sonte. Domlushi sonte është i shoqënuar, sikur sa edhe vetë tha, me Dom Shtifen Dodz, meshtar nga Kosova, njëkohësisht edhe drejtor i Radio Marisë së Kosovës. Po ashtu, e këtu është edhe Domni Kukgjini, famullitar i Kuklit. I përshëndes gjithë që në kenë pranishën, që na kenë shoqënu, janë lutë bashkë me ne, edhe na kenë ndëru në këtë natë të shtunë, në këtë festë e këtë kishë të zojes. Prandaj, Domlush, unë e di se ju, përveç si njeri i fjalës, jeni edhe njeri i shkrimit. Domlushi ka dikun rreth 18 libra vetëm për nanën Tereze që ka shkruar. Pikërisht në këtë kuadër, du që me njëherë sa po të marojnë mesha e shenjte edhe të shkojnë për me hik rrobët e meshës, bashkë me Domlushin do t'jena mrend në kish për të spjegu paka shumë ekspozitën muzeale që është në kish, edhe do të nalna një moment shkurt edhe tek veshjet e vajzërisë së nanë Terezes, kur dikur ishte vajzë, para se me hy tek motrat. Edhe Domlushi ka me thënë edhe 2 fjalë mi jetën e nanë Terezes, me që ka pas fatin edhe privilegjin me njoft nanën Tereze nga afër. Por në fund, du që mi ba në emnin tuj një dhurat Domlushit, një libër që ne e kana ributu pikrisht në kuadër të 130 vjetorit, një libër që është Mi Zojën e Këshillit Mirë, që tregon historinë, tregon rajt, kulturën, por edhe fenë e popullit tonë shqiptar që ka pas karshi Zojës së Këshillit Mirë. Tash në fund, po i drejtona bashkarisht nanës së Këshillit Mirë, të e kërku bekimin e saj edhe nërmjetësin e kësaj nane.